Ju lutem, dorë trokitje, sepse edhe e meritojnë. Ma shpejt. Hej, vjen në vëndëm. Hej, vjen në kamera. Këta janë ushtarët e brigadës 113 Muj Krasniqi. Ja kështu, në këtë mënyrë, vitin e kaluar pikrisht, një vit me parë, me 18 qershor të 99-ës, hynë në sheshin Muj Krasniqi të Kninës. Nuk hynë kështu të rështuar, por hynë duke luftuar ballë për ballë me ordin çetnike. Ju lutem, duar trokitje frenetike për Gardën Kombëtare të Kosovës. Klinas e gëzoshi lirin. Sot, për herë të parë, në historinë e saj 2000 vjeçare, Klina me rrethin po e kremton ditën e parë të lirisë mu në sheshin Muj Krasniqi. Për herë të parë mbahet hymni kombëtar dhe bëhet ngritja e flamurit. Prandaj edhe një duar trokitje. Të nderuar dhe shumë të respektuara familje të dëshmorëve, ju që dhët me të dashurit për këtë ditë, të nderuar dhe shumë të respektuar
invalid të luftës së UÇK-s, ju që ende plagët u kullojnë gjak, të nderuar dhe shumë të respektuar luftëtar të lirisë, ushtar të UÇK-s, tash pjesëtar të TVK-s, ju që të pamundurën e bët të mundur, ju që shqiptarizmes ja kthyer nderin dhe krenarisë si në kohën e Skënderbeut, Ismail Qemajlit, Hasan Prishtinës e Bacësis, si në kohën e Qemal Stofës e Shaban Polluzhës. Të nderuara familje të burgosurve dhe të zhdukurve, ju që në ankth po e pritni këtë ditë, keni besim se së shpejti me të dashurit e juaj do t'i kemi këtu pranë. Pa dallim, qytetar Klinas u përshëndes me shprehjen e minatorit me fat, pra me fat dita male e pavarësisë. Në burgjët serbe, ne si Klin i kemi 20 qytetarë, mbi 104 të zhdukur pa gjurmë, shumica nga ta të ndalur në Kralan. E kemi ngrit zërin e protestes, por përsëri do ta ngrisim dhe do ta bëjmë të pamundurën përgjegjën dhe lirimin e tyre. Kemi mbi 300 të plagosur që ende plagët u kullojnë gjak. 333 që ranë në altarin e lirisë, ranë për të mos vdekur kur. Nga ta 71 dëshmorë të UÇK-s. Pra, për të gjithë dëshmorët dhe martirët e lirisë, kërkoj 1 minutë heshtje. Abdi. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë kremtë të madhe në përvjetorin e parë të lirisë së komunës së Klinës. Ky është përvjetori parë i lirisë. Lirisë për të cilën u gjakuam të shekuj. Që një vit, Klina frymon lirshëm. Që një vit, Klina është pa kriminal dhe barbar. Që një vit, Klina është pa karpatjan dhe paramilitar. Që një vit, në Klin ka vetëm shqip dhe shqiptar. Jashari, legjenda gjallë e shqiptarisë, ngjeshi armet dhe doli maleve, Vella Hamzën e kish çdo herë pranë. Pa u hamendur fare, këtyre ju bashkue tërë Drenica dhe Dugagjini, Shola dhe Pashtriku, Llopi dhe Anamorava, ju bashkue e tërë shqiptaria. Edhe klinasit herët i gjeshën armet e lirisë, si muj Krasniqi komandant Kapuqi, 10-shi, 11-shi, 25-shi, Malja e shumë të tjerë. Pra, ne sot gjendimi të lirë, fal gjakut të dëshmorëve të kombit, fal gjakut të martyrëve të lirisë, ne gjendimi sot këtu pa qelësirën e Ballkanit, fal juve trima të ushtrisë lirimtare të Kosovës që me gjokë se betë barikada. Po kërkojmë sot lirin, fal prekrajës, ndihmës dhe sakrificës e juaj, nëna e babalar, motra e vëllezër, nuse me fëmijë. Po kremtojmë sot të lirë, fal prekrajës dhe ndihmës së madhe që na dha Bujanovci e Prasheva, Malësia e Iliriada dhe Shqipëria, diaspora shqiptare, Laveri e Çameri. Ne sot jemi të lirë duke e falendruar ndihmën e madhe që na dha NATO dhe Amerika. Clintoni e Bjeri, Kuki e Shrederi, Clarki e Solana, Albright, Gjemishea e Vokeri. Territori i Klinës, gjatë luftës çlirimtare, ishte i ndarë në 3 zona operative, në atë të Drenicës, Dukagjinit dhe Pashtrikut, dhe 5 brigada sulmuese. Brigada 113 Muj Krasniqi Drenic, Brigada 112 Arben Haliti Drenic, Brigada 131 Myrt Zeneli Dukagjin,
Brigada 133 Ardian Krasniqi Dugaqin dhe Brigada 122 Pashtrik. E verë e sot jeta keme përshëndet me tun gjatë jeta. Një përshëndetje të veçantë e kemi për themeluesit dhe kreatorët kryesor të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, të cilët sot gjenden në mesin e juaj. Malësia dhe Presheva që është gjaku ynë që nuk falet. Dhe tash, pjesëtar i celulave të para të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, shok i pandashëm i Adem Jasharit, ish komandant i ushtrisë shkrimtare të Kosovës të zonës operative të Drenicës, tash komandant i zonës së parë të Temekes, para jush General Major Samil Ushtaku flet për rrugën e lavdishme të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Të dashur bashkëqytetarë, veteranë të UÇK-s, pjesëtarë dhe prorë të TMK-s, qytetarë të nderuar të Klinës, sot jemi bashkë këtu për të shënuar 1 vjetorin e triumfit të UÇK-s mbi okupatorin serb dhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë. Aleatit më të çmuar të luftës sonë, sot këtu në këtë krend na mungojnë më të dashurit tanë. Dhembja është e madhe për kujtimi dhe krenaria për ta janë të përjetshëm. Ata janë nderi ynë, nderi i historisë sonë. Ata janë drita e tashme dhe e ardhshme e Kosovës. Lavdi e përjetshme atyre dhe juve që patë dhe bijat e tilla, respekti dhe nder të veçantë. Të nderuar qytetarë të Klinës, tash e 1 vit ju nuk jetoni më në antin e frikës dhe të merrit. Nuk jetoni më në ikje dhe vdekje, edhe pse ende nuk i kemi numëruar të vdekurit. Falë mundit tuaj, falë qëndresës e pa shembull që treguat gjatë gjithë luftës, falë sakrificës dhe gjakut të derdhur të aq shumë dëshmorëve, falë luftës titanake të UÇK-s, falë ndihmës së SBA-ve dhe NATO-s dhe shteteve përparëmtare të botës. Kur e nisëm luftën, ishim thellë të bindur se do të kemi përkrajën dhe ndihmën tuaj, edhe pse forcat e caktuara nga brenda jashtë bënin shmos për të futur hile në mesin tuaj dhe tonën duke quajtur UÇK-n si krijesë të Beogradit dhe të Miloševićit, arkanit e kujve tjetër, por këto nuk pinuin, sepse ishin bijat dhe bijat tuja që kishin bërë UÇK-n, e cila kishte nisur luftën e shenjtë për shtërim kombëtar. Pra, vendosmëria juaj e bëri ushtrim ton edhe më të vendosur për të kurorzuar luftën e saj me lirin të cilin e kemi nisur ta përjetojmë tash e 1 vit. Të nderuar qytetarë, lufta dëmtoi shumë, na mori më të dashurit tonë, na shkatroi pasurinë dhe armiku mundua të na zhvin nga faqja e dhëut, por nuk ja arriti qëllimin. Dhe jemi të vetëdijshëm se gjithë kjo e bën çmimin e lirisë, të cilin aq shumë e dëshiruam dhe të cilin e kemi nisur ta ndërtojmë dhe ta forcojmë tani. Rrugën që nisëm dje me UÇK-n, me në krye komandantin legjendar Adem Jasharin, jemi duke vazhduar sot po aq të bindur dhe të vendosur për ta ndërtuar dhe rindërtuar Kosovën, për ta forcuar lirinë, për ta ndërtuar një rend të vërtet demokratik, për të krijuar paqen dhe mirëqenien për popullin e Kosovës. Garancë e kësaj janë institucione shtetërore që kemi nisur të ndërtojmë bashkë me aleatë tonë dhe bashkëtim ndërkombëtar, e në veçanti garancë për këtë janë trupat mbrojtës të Kosovës, forcë ushtarake e tashma edhe jashtëm e shtetit të Kosovës. Shfrytoj këtë rast që të bëj apel tek ju, që ashtu siç ishit e bashkuar rreth luftës tonë shkrimtare, sot të jemi edhe me të afër me njëri tjetrin për të shëruar plagët bashkarisht, për të rikembur bashkarisht, dhe jemi të bindur se ata që patën guximin dhe dije ta bëjnë luftën dje, sot janë edhe më të vendosur dhe me përvojë për të quar deri në fund amonetin atyre që ranë në altarin e lirisë. Ne jemi me se të vendosur të mbrojmë frytet e luftës,
dhe askujt nuk do t'i lejohet të luaj dhe të shkel Vigjakun e Derut të Muj Krasniqit, Veçir Gashit, Albert Alitit dhe shumë dëshmorëve të tjerë të kësaj jave. Për të realizuar interesat personale, grupore, klanore, sa më shumë se kur duhet t'i themi stop përpjekjes organizuar për të zhgërsuar luftën tonë dhe ne e dim se kjo përpjekje vjen nga të njëjtit njerëz dhe nga çoqet që edhe dje ishin kundër dhe na sabotonin. Ne nuk harrojmë edhe pse heshtin. Recitivizmi tyre është i pafalshëm. Aq më tepër sot kur ende jemi duke hapur varre, ende kemi mirat e burgosur dhe të humbur, dhe kur ne dhe Bashkia Ndërkombëtare kemi bërë fare pak për ta. E falenderojmë General Joshtakun për fjalën e rastit. Dhe tash, Vehbi Rafuna, kryetari shoqatës së invalidëve të luftës së UÇK-s, na nderon me pjesëmarrjen e tij. Ju lutem një dorë trokitje për të. Dhe tash e ftojmë në skenë zëvendëskomandantin e logjistikës së kompanisë 3, batalionit 3, brigadës 113 Muj Krasniqi, zotin Ramiz Shala. Motra dhe vëllezër, familje të nderuara të dëshmorëve të kombit, ju bashkëluftëtarë të UÇK-s, e prurë dhe pjesëtarë të TMK-s, ju përshëndes në emrin tim personal dhe të kompanisë të 3, të batalionit të 3, të brigadës 113, Muj Krasniqi. Rruga e lavdishme e UÇK-s ishte plot sakrifica, gjatë të cilës në komunën tonë mori shumë dëshmorë dhe viktima. Por ja u bën një vit që pjesëtarët e UÇK-s të kompanisë të 3, të batalionit 3, të brigadës 113 Muj Krasniqi, triumfalisht shliruan komunën e Klinës. Është kënaqësi dhe molla që sot le shumë shënojmë datat tona në historinë tonë të lavdishme, pra është kjo datë që shënon dhe do të shënoj për jetë shlirimin e komunës së Klinës. Kur ne pjesëtarët e UÇK-s, para një viti ngritëm flamurin kombëtar shqiptar dhe ndezëm rafale automatiku në shenjë të fiturës mbi armiku serboslav, numri i vogël i atyre që ishin prezent lëshonin letë të gëzimit. Ja sot, si valvet e detit populli ynë vërshon rrugët, gjallëron dhe ndërton jetën e lirë të cilin e pagoj me gjak, djerës dhe mund. Lavdi të gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit. Ti kompanisë 3, batalionit 3, brigadës 113 Muj Krasniqi, Zeqir Morina, i përndjekur politik dhe luftëtar i dalluar i ushtrisë shërimtare të Kosovës, flet në emër të pushtetit lokal të Klinës. Motra, të nderuara familje të dëshmorëve dhe të rëndëve për lirinë e Kosovës, të nderuar pjesëtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe trupa mbrojtëse të Kosovës, të nderuar musafirë, të nderuar qytetarë të Klinës, të nderuar përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare, ju përshëndes në emër të Këshillit Komunal të Klinës. Ne sot po festojmë një vjetorin e shlirimit të Klinës, ditën më të madhe historike të komunës sonë. Për herë të parë populli ynë po frymon lirisht në trojet e veta, për herë të parë paqizmet e okupatorit serb. Prandaj ne sot kemi obligim moral e patriotik të përulemi me respekt para veprës e dëshmorëve të lirisë, para ushtarëve dhe komandantëve të luftës së shqirimtare, para veprës e tyre heroike. Lufta atyre ishte epopeja krenarisë dhe porosia amone për brezat e ashën. Duke ju falenderuar veprës e tyre dhe përkrahjes politike dhe ushtarake të aleatëve Euro-Atlantik, ne sot po gëzojmë dhe frymojmë paterrorin dhe shtypjen e egër të regjimit fashist të Beogradit. Në kuadër të luftës së përgjithshme shlirimtare të drejtuar nga ushtria shlirimtare e Kosovës, populli i kësaj one dha një kontribut të jashtëzakonshëm, duke i dhënë lirisë së Kosovës 333 të vrarë dhe 70 dëshmorë, 114 të zhdukur, 24 të burgosur, 10 invalid dhe 100 të plagosur. Komuna jonë, si rezultat i luftës doli e shkatruar,
totalisht edhe në aspektin ekonomik me 3.900 shtëpi u dëgjën dhe u shkatruan. Fabrikat u plaskitën dhe u demoluan. 14 shkolla fillore dëmtuan, 6 shtëpi kulture u dëgjën. Për të dhënë nga kjo situatë, Këshilli Komunal u angazhua maksimalisht me atë sa mundi dhe diti të lehtësojë situatat të rënda që ishin pasojë e luftës të qytetarëve të Klinës. Pushteti lokal realizoi projektin e varrezave të dëshmorëve dhe ndau 70 troje për familjet e dëshmorëve. Për herë do të njëcohemi me ndjeshmërinë dhe përkrajin e frymës së luftës, për të cilën nuk ka aq shumë gjak, mund e sakrificë për realizimin e lirisë së shumë pritur. Ne u jemi mirë njës faktorit ndërkombëtar për kontributin që dha në shtirimin e Kosovës dhe angazhimin e tyre në procesin e rindërtimit të saj. Ne sot kemi ushtrin tonë. Nuk do të lejojmë që qizma fashiste serbe të shkelën e trojet tona. Nuk do të lejojmë që të drejtat tona të na i dozojnë generalet në farmakologjit e Belgradit atë që në Gradit. E gëzuar lirin gjakimin e tjetit dhe i bashkimit kombëtar. Faleminderit. E falenderojmë komandant Zeqir Morinën për fjalën e rastit. Dhe tash, një përshëndetje të veçantë për antarët e shtapit të ushtrisë qytetare të Kosovës, ndër themeluesit e parë të celulave të ushtrisë qytetare të Kosovës, Recep Selimin, Sokol Bashotën, Alusha Gushin e të tjerë, të cilët sot gjenden këtu në mesin e juaj. Prandaj një duar trokitje. Uroj që sa më shpejt kështu të bashkuar të shkojmë e ta festojmë së bashku ditën e çlirimit, ditën e lirisë edhe në Mitrovicën e bacësisë. Në malsin e Qulmullës e det Gjolullit, në Presheve në dhëmbje son krenare, në Kumanov, Shkup e të Tov, në Art, Prevez e Anin, e të gjithë se bashku të kremtojmë lirin e të bëjmë Shqipnin. Nga garë dhe shkalt e den qamëri, fund e krye do të bëjmë Shqipni. Kënga thonë është vaj i burrit. Aja e përcolli historinë tonë në përpreza. Shqiptari posat e lind, nëna në djep i këndon këngë. Ai rritet me këngën, në luft shkon duke kënduar, dhe me këngë bie në fushën e nderit. Bie për të vazhduar shokët këngën dhe pushkën. Me këngën e goj, ra dhe komandanti ynë legjendar Adem Jashari. Kemi mësuar, prandaj edhe njëherë gëzuar. Me këngë në goj, ra dhe komandanti ynë legjendar Adem Jashari e vëlla Hamza, muj Krasniqi me vëlla Alin, Beqir Gashi e shumë muja e Beqa, Adema e Hamza të tjerë. Prandaj, edhe ne sot do të këndojmë e do të vallëzojmë bashkë me Klinën, Kosovën e Shqiptarinë e lirë. Tash, para jush, trupa artistike ushtarake Hamez Jashari. Kryetar i trupës artistike ushtarake Hamez Jashari është Dibran Fylli. Njëherit është regjisor dhe skenarist se bashku me zotin Gali Morina i këtij programit të sotëm të pagzuar qershori i lirisë. Të gjithë të dim fatkesin komunikacion që e ka ndodhur Dibranit. Prandaj, shfrytëzoj rastin që edhe njëherë në emrin tim personal dhe në emrin e juaj të shprehin ngushëllime për me të dashurit e tij. Le të bëhet i fort ashtu siç janë të forta edhe
gurët e Alpeve shqiptare. Këngë e lot e krenaris mbi kontelat qiftelis, muj Krasniqin e kanë përball shok të pushkës dhe këngëtar. Janë këto vargje të këngës kushtuar muj Krasniqit dhe Beqirgashit, me ju dhe para jush shoku i këngës e i pushkës Halit Gashi. Qytetarë të Linas, në historinë e njerëzimit 2000 vjeçare, a kemi pas ditë me të madhe se sa dita sotit? Jo. E pra, sot, këtu në klinën tonë,
në klinën Iliro Dardane. Për mu në shesh, ngritet dhe ndërohet flamuri Shqip. Këtu, për herë të parë, në mesin ton, i kemi ata të cilët dhanë shumë qka nga vetja, ata të cilët me mund, trimëri dhe sakrificë, Serbin Karpatian e quan tejnë në Shumadi. Prandaj, edhe këto të shtena, të cilët ndëgjohen në mesin e trimave të liris, janë të shtena nga pushkët të cilat në asodhen liri dhe meritojnë një dorë trokitje. Pasi që sot, jo vetëm Klina gëzon, po edhe në Skënderaj e Adem Jasharit. Prandaj trupat e mbrojtjes së Kosovës duhet të shkojnë edhe atje të marshojnë kështu triumfalisht si në Klinë. Dhe ftoj e prorin e Jup Faqi për të dhënë komandën trupave mbrojtëse të Kosovës për të shkuar në Skënderajin e Lavdis. Elektrivi, Kati, tu! Gjatas, eno! Gjatas, tu! Në atë të kërshën, para, pasha! Ju lutem qytetarët Klinas, programi këtu në sheshin Muj Krasniqi në Klinë do të vazhdoj deri në mbrëmje, do të vazhdoj për sot e mot.
Ndërsa fishkëllimat e vogla që po ndëgjohen qosh me qoshe, i kena fishkëlluar servis dhe kemi dërguar për në Shumadi. Këtu nuk do të ketë vend kur me për fishkëllima, sepse këtu do të këndojnë e do të vallëzojnë dhe do të flasin të gjitha ata që sot ju kanë prua këtu në shesh. Prandaj fishkëllimat ju lutem, keni kujdes. Pa me thuani se kush do të këndoj tash këtu me ju dhe për ju. Drenic, trungu i visit, pishkëqimin ja dhe plisit. Dhe kënga dytë, shqip ku fletë kur elis, e qojmë qëllin për mjedis, për Kosovën jap të jetë dhe kërtime e mrazvet, për ju Ilir Shoqiri.
është njësoj. Andaj, në emër të Këshillit Organizativ, apelojmë që të mos ketë me të shtena. A do në dëgjoni? Faleminderit. Të përkujtosh dëshmorët e kombit është obligim moral dhe adhëtar, por edhe privilegj e dhuratës prej Zotit që falenderimet dhe mirënjohjet për ta t'i bëjnë në liri në sheshin muj Krasniqi, që deri dje ishte shesh i shfryrjes së mllajpit anti-shqiptar. Për herë do të krahësohemi me veprën madhore të dëshmorëve dhe luftëtarëve të lirisë. Para jush, ndarjen publike do të bëj Halil Krasniqi, i cili për liri të cilën e gëzojmë edhe po e kremtojmë sot dha 2 debit komandantin muj dhe Ali Krasniqin. Njëherët në sken jeftojmë edhe bashkëshortjen Sania Regjen, bashkëshortjen e komandant Sandukanit. Jeftojmë pra që të vinë në sken dhe të bëjnë ndarjen e mirënjohjeve në mënyrë publike. Jeftojmë përfaqësuesin e familjes së muj Halil Krasniqit, komandant Kapuqit, që ta merr mirënjohjen. Njëherit edhe komandantit Ali Halil Krasniqit, pra 2 mirënjohje për 2 pishtar të lirisë, për 2 të rrimat të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së Skender Murat Regjepit nga Mrasori, dëshmor i kombit. Ku ka pengesë tu? Ja, këta janë voglushët të cilët me të dashurit e tyre i dhanë për këtë tokë. Prandaj, një dorë trokitje për ta, sepse edhe e meritojnë. Ftojmë përfaqësuesin e familjes së Mirush Kurtish Dakaj, dëshmor i kombit. Ti marrin mirënjohjet për në shenjë nderimi për dëshmorët e lirisë. Le të përgatitet familja e Syl Ali Balës, Idris Halil Balës dhe Milazim Musli Balës, 3 dëshmorë të kombit, të cilët ranë në luginat e Vuçakut. Si familjes e Petri Hajdin Mustafës nga Siqeva. Dhe mos u nervozoni, sepse në këto momente fotografia e legjendës së gjallë Batës Adem Jasharit duhet të shkojë për Skënderaj. Prandaj keni durim dhe kërkoj që me duar trokitje ta përcjellni për në Skënderaj.
sepse baca nuk është vetëm e Klinës, aja është i tërë Kosovës dhe Shqiptarisë. Alush Batës, Betri Bajram Berishë. Të nderuar qytetar të Klinës, po shihet se durimin paksa keni humbur. Këtu, në këto momente, në këtë pauzë që e bëm, unë ndonë mirënjohjet për 70 e një dëshmorë të kombit, ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po shihet që e keni pak nëzet, por ma nëzet e kishin sot e njëmit me parë pi të Shkinës duke ikur për Shumadi. Andaj, tuar trokitje! Daj një duar trokitje! Dojmë përfaqësuesin e saj që të vijë dhe të marrë. E përshëndeti ushtrin qlirimtare të Kosovës. Rënofi gjithmonë! Rënofshim me u që kenë në balë. Ftojmë përfaqësuesin e brigadës 132 Myrt Zeneli, që të vijë dhe të merë mirënjohjen. Komandant Cima. Rasim Agushi, komandant brigade. Mirënjohje. A thu e valë vetë mirënjohje? Ata meritojnë çdo gjë. Ata janë 36 djemë Sokola, të cilët pikërisht sot e një vit me parë jam synë Klinës furishëm. Jo të pitë të Shkinës kur do të ngulli këmbë në Klinën e Dugagjinit. Klina është e jona, për ju vetëm Serbia. Andaj, a thu e valë hyrja, ata hynë duke luftuar, balë për balë me të pitë të Shkinës. Prandaj, ftoj komandantin e brigadës, komandantin e batalionit
në ceremoninën që të vijë dhe ta merr mirënjohjen. Sepse dhe i meritojnë. Ata janë ata të cilët dhanë shumë qka nga vetja, dhanë pjesë të trupit në përbeteja. Prandaj një dorë trokitje ju lutemi. Shoqata e veteranëve të luftës së UÇK-s ftohet në skenë përfaqësuesi i saj që ta merr mirënjohjen. Por në fund është një mirënjohje e veçantë për Abedin Rexhen Sandokhani, Këshilli Organizativ. Dhe janë dhënë këtë mirënjohje Abedin Rexhes, i cili ishte të meri i Serbisë dhe të deri i Kosovës. Dhe mirënjohje, dhe kam derin t'ja jap bashkëshortës se Abedin Rexhes, herojit pra Sandokhonit Sani Rexhes. Dhe tash recital nga Valon Maloku, student, interpreton Betim Drenica. Ndalemi të them një fjalë jetimi. E nëse do të më pyetni nga jam, ku shkoj, me kë jetoj, unë do t'ju them nga Reçaku. Oh, këtë kuazë varri bres mund të tret dhëmbjen. Shkoj tek varët dhe jetoj me varë. Varri i nanës. Ona na ime dashër, dë bura varin dhe kam bulu, po gjakun ten pa faj, as moti se lanë, as djeli se tanë. Pash gëzimin ten kur jam lindur unë, mos mbajto se kam betje tim. Pash qirin ten që m'ka rritur, mos vajto ka fshatat të bukës kur qaje se nuk ishe ma. O varri mbuluar me dheun e djegur, pash lule që do të mbin pran verë. Mos ma tret madhin e nanës, mos ma shua i gëzimin tim, mos ma ndalë rritën time. Jo, baba, ti s'me ke mësuar kur të qaj, mos e tuja fjallë pash plisin tan të barë. Loti është robëri, gjaku është liri. Baba, ti që të hem ke mësuar që nga të shkoj, nga ara projt, ta man nga një grusht dhej me vete. Varri vla.
që e kete koka, e fjallën e babës kur të mëson të si mbat pushka, pash plakën tënde që jam more këti dhot, mos e mbyll sytë e në pranver, se m'ka marrë malli, oj bukur i djel. Motër e vogël, zemër e vllaj, Fli e kur mos u zgjën nga të merët e kësaj bote, o barbar, që s'nja zët as djel, as fëmi, as dhe, ah nata ta brav ditën, e djeli ta nëzift jetën. O ju vëllezërit e mi, kur mos shkelni mbi dhëmbjen tonë, katër varë për i kam para dere, katër zemrë me të që s'rajnë kur, mos harani pashtë bukën liri, jemi shumë që vajtojmë shqip. Shtëpi ma dogjen, babën ma vran në me gjetarës, nënën ma dogjen të magja bukës, vllaut mundën t'ja nxjerrin sy se luftoj si burrat, e motrën ma vran vetëm se qanë të shqip. Shtëpi ma dogjen, o gjako në rëzun, ej, edhe mali për ma prejnë që ma kështëllon qyshi, ma morën djelin, një shpun zemën edhe pjeshkës, vaj edhe djepat për mi dëgjën, vetëm se rritin i shqiptar, edhe varët për mi morën, ej, hata, duken divi shaj huaj, ta vatër, ta nder, pa njerëzi, duka ime, o vaj me det, sa një qilë me vare e një det me lot, ta pa qa falë dhe zemrën time, oj pranvere për lotur, a thua, ka që shtrejnë qenë ka manit ytë, o djeli Kosovës, sa si vdekuri, të mos këtë fatë të akzoj varin e vetë, o dëmbje që zemën e ndrysi pjeshka ujnë e banë, e syrën e banë shkam të lëtoj, ka të shumë varë o dashka për ty lirim, ka të shumë gjaku dashka derur, për të rritur lirkusën në Kosovë, e kur ma shkelen e dhe ndërkom, që Gjavica lëshoj një të za, falë Drenica, are qak, o dha, o ako djallë broj push me ma shkrep, e u dhejnë qamërile të shtën Martina, o gjallë e fort, është Dardania, o mjera ta, që nuk e deshtën Kosovën e lirë, e mënduan se pa gjak, e varë bashkohet drejnë Arbëris, o mjera ta që për një karikët malkume, shkelin idealet e shqipnisë madhe, o plaqin syt, e kur djelë mos pashin, ata që hasmit mi thënin nëngjull, e varët u shtarve, mi pështynin, e u thënin pjellë dreqi, uhti djelë mos paq, e kur pranvera, mos linë për ty, e me pyt kush mu, a kam bet jetim, unë ju them për një besht zotit, në babë, e kam Kosovën, vlla Drinin Arbëris, mu tërkam një nërkuqët Dardanis, o jetë e paqa, lirin e shqiptaris. Qytetarët Linas, a dëshironi prap muzikë? E pra, pasi që dëshironi, tash për ju, shoqëria kulturo-artistike Muj Krasniqi Qabiq, me 2 këngë, i ftojmë në skenë.
edhe shumë herë gëzuar këtë ditë të madhe. Tash, para jush, trupa artistike Jehona e Tukagjinit Klin. Në të cilën për vite me radhë kënduan edhe të pavdekshmit Muja, Beqa dhe Alia. Së të në urren duhet të pishplesh. Ju lutëm. Për ju këngët e nderimit, këndon Jehona e Tukagjinit. Për vjetorën pambarësi, për vjetë gëzofshin e viri. Vjen Jehona Tukagjinit, këndon këngëtalltori nga Lezhë Shqipërisë Gjon Froku. Ashtu i vogël siç jam, ju përcjelli të mëdhaja urime për lirinë e fituar në Kosovë. Me që e kam rastin, përshëndes ushtrin çlirimtarët Kosovës dhe të gjitha familjet që kanë humbur njerëz të lutë për çlirimin e saj. Përshëndes të trup të shkëlqyer, këta artistë të mëdhenj të cilët do t'ju dëshiroja e do t'ju bëja thirrje. Titoni të gëzoheni me ta. Kënga, vargu i tyne për 30 vjetë më radhë e ka dhënë kontributin e saj në luftë kundër hasmit. Edhe forca e këngës është ajo e frontit. Vim me një përshëndetje, me një këngë e cila ka lindur para 2 ditësh dhe është dhurat e kësaj trupe me udhëhecin e saj artistik Raim Gashi. Ashtu e pjesë si ujtë e dërinit, vjen Jehona e Tukagjinit. Ashtu e pjesë si ujtë e dërinit, vjen Jehona e Tukagjinit. 30 vjetë për atë vazhdon, këngë lirie po këndon. 30 vjetë për atë vazhdon, këngë lirie po këndon. Forca e këngës shkriu që e likun, si rruper armikun. Forca e këngës shkriu që e likun, si rruper armikun. Kush ja për e këngën Kosovës, kush janë dalë turin Jehonës. Kush janë për këngën Kosovës, kush janë dalë turin Jehonës. Artista Klin në halindin nga Jehona e Tukagjinit. Artista Klin në halindin nga Jehona e Tukagjinit. Me skulpturës edhe artit janë ka dhano, janë ka dhënë plumat barbari. Me skulpturës edhe artit janë ka dhano, janë ka dhënë plumat barbari. Për liri e thot e vetën, palen qakun edhe jetën. Për liri e thot e vetën, palen qakun edhe jetën. Muj krasniqi me gjithma, Kosovës qakun falja ka. Muj krasniqi me gjithma, Kosovës qakun falja ka. Beqyrë gashja gjime elshani, jurun klina dhe janë basgjali. Beqyrë gashja gjime elshani, jurun klina dhe janë basgjali. Osman gashje them me heloj, tragjikisht jetën mbaroj. Osman
këngën e nderimit, non jehona e Dugaçinit. Për ju këngën e nderimit, non jehona e Dugaçinit. Për vjetoren pambarësi për përjetësofshim, përjetësofshim në lirie. Për vjetoren pambarësi, jo përjetësofshim, përjetësofshim në lirie. Përjetësofshim në lirie. Përjetësofshim në lirie. Kush ja ktheu pushkën shkallë i pari, në prekaz Adem Jashari, këngë kushtuar komandantit legjendar Adem Jasharit, këndon Nezir Thaçi. Dhe tash, për ju, Adil Gashi me poezi kushtuar komandant Muj Krasniqit. Vogël si fëmijë, të lindjet rritin rana për liri, i si shkatët, i qut, trim me kureshtan, u pa isi më ndjenja të zjata si janë dëtar. E deshë Skënderbeu, Ismail Qemalin, Is Boletinin, Hasan Prishtinën, Asem Bejtën e Shot Galicën, e deshë Dugaçinin, Lapin, Kollakun, Karadakun, e tërë Drenicën, e deshë Trullin Shqiptar me Qiqavicën. Hej, shdo të këndoj zemra me kanari,
me ata tela që të bukur me qiftëlin. Sa herë që të bëhe zemra mal, kur u këndoj atyre trima që sot ardhot i kanë dalë. Shto herë u këndohet trima ardhëtarë, nga se dhe vetëm të lindi trua dhe shqiptarë. Kur slavi ma shojt nga vej Kosovë në bri, rëmpeve arme ndole në mal luftove për lirin. Sa i e të pak pushka, o muj Krasniqi, që vjen më uniformën e u që kësë nga Qaviqi. Ju sulë armiqve, sot për si rëfe, për repetime që të luftosh për flavura dhe. Së ndaluan as plagët që i kolonin gjak, lumë janë ana që e lindi si skipten bajrak. Nuk do shohet rimi me flet, që i sa të shlirohet tua dhe shqiptarë për jetë. Që nga jugu në veri, lindje përëndim. E tërë Kosova punua në flakën tym, kullave tona po shkon flak, lufton trimi Kosovës si Skënderbeu më shpat. Qëndrove i lartë që i bjeshkët e sharit, zhodhe rrugën e komandantit Adem Jasharit, u bërë komandanti brigadës 113, vepra ju e qoftë të ndëruar për jetë. Si pa trembur e zemër granit, luftove me armik, fyt me fyt të balë për balë, ishtrime për dhe shumë për balë. Unë bush vendi me këta faqezi, nuk e din se këtu është Shqipëri, këtu është Kapuqi, i parë si malet me të parë, nuk e din se këtu i thonë Kosovë. Për këtë Kosovë shqiptari, luftoj zemër në ani me Gjordan, pushka aldi. Sa jetë patë Gjordani me fishek, luftove për vendin e Shqiponia u kralit. Emri ytë si vetetima, mori dhenë. Si Shqipja që mbronë folen, mal me mal, kodër me kodër, e kur me kur, morën në mbrojtje quë flamur. Qëndrove i fort në shumë lisa, tu bërë lufta ashpër me këta pisa, edhe monumentet të fundit që të zhove, pushkën nga dora kurse në shove. Sa lufta ashpër u shbilluan kufi, e vran muj Krasniqin me befasi. Jo, muja nuk është i vrar, ajo është i qatë të kështë shqiptar. Shikoni edhe këtu muja, në zemrën time, në zemrët e juaja. Dëgjoni krizmat e pushkës e ti, gjaku i tyre Kosovës i sovën liri. Ja ona pushkës e ti është kushtrim për ne, ti rëmbejmë arme të luftojnë për atë dhe, për kom, për flamur, që të mos lëshojmë nga dora kur, ju fëmjerë. Muja, krisi pushka në majet Qaviqit, po luftojnë gjep të Krasniqit. Gjak ndizet toka, qieli shkrep rrufe, jo s'ka vdekur muja, lufton për atë dhe. Ndalë dushman, se flak qesin kullat. Hej, muj Krasniqi, krah për krah me burrat. Janë këto vargjet e këngës për komandant Kapuqin, në skenë për ju motrat Goshi. Krisi push
Kosova bëhet. Me sfortunash që likbehet, gjithë shqiptarët emër për emër, ose kuka janë në zemër. Kenga që ka kanë pjeshket që po dridhen, për ju dhe me ju lek të honi. Janë këto vargje të këngës që e këndon kush? Kush? Vëzre Tukaj!
tua pranësia ta fluturoj, dashurin lumturin me papun, ma ëndra shumë, kam një bot më ëndra, janë të vegjël shumë, mos lëndoni nëna, syrin e paqun, se gjitha të i duroja, kaq të lumtur t'i shikoja, dhe fëmijen në gjithë globin anë vanë, të gjitha të i duroja, kaq të lumtur t'i shikoja, dhe fëmijen në gjithë globin anë vanë. Një bot më ndra, janë të vegjël shumë, mos lëndoni nëna, syrin e paqun, të gjitha do i duroja, kaq të lumtur t'i shikoja, vetëm i jetë në gjithë globin anën vanë. Shqipë
Drita djelit të mare, po mash të dhije, zgatit pysë more o për djemet e mije, në Amerik more o franit e anigrije, në Bulgari o e në Romanije, në Argentin more o e në Armenije, e unë e Brazili more o dhe në Australije. Amanit të more pash besën e Zotit, bashkojt jem të more o që të së triotit, vetin dame o mori di kur e moti, kur s'na thonë more o pikat e loti, unë kësaj letre o more që po të shkruaj, me shqiptar të majti Evropën ose luaj, qose Shqipës o krahuni asane, o ujtë e zimore tota që së Balkane. Qytetarë të nderuar të Klinjës, ju që sot po shëtitni lirisht në për këtë shesh, ju lutëm keni edhe pak durim të jeni me ne. Në vallën e Shqipës vallëzojnë vallëtarët e honës Dugazhinit nga Klina.
E falenderojmë grupin e vallave të Shtëpisë së Kulturës Johana Dugacinin nga Klina dhe tash një vajzë e vogël e quajtur Marigona Bekaj dëshiron që ta recitojë një poezi. Ushka e ushtoj mali, ka luftu Shabanja Shari, ka luftu me djetë e vetë, me shtiru Kosovën krejt, ka luftu me djetë e djallit, mos me lanë me hy traktarit, kur mirë shkijet e Beogradit, me selmula Gjenja Shari, dhe me topa i kanë gjuh, shpina Adelit e kanë shkatru, Adenja Shari e kanë dru, fyt për fyt në set të liftu, masakruan gra e fmi, janë prekosin pare mi. Faleminderit. Faleminderit edhe ju Marigona. Dhe tash për ju koreografia epoka shqiptare e përgatitur nga dhe interpretuar nga Salal Ahmet Zjekajtlin, Antigona Deliu,